Hej, është shtun. Kam një 4 pako për dërguar tani te posta. Është ora 1. Edhe deri tani u morëm çik me pastrimet ca sistemime. 1-2 orë postova ca gjëra në vintet. 4 gjëra i shita. Akoma pa mbaruar postimet e tjera. Happy që më në fund po gjej çik kohë të liroj dollapët se është bërë të merr. Edhe ti hedh më vjen keq. Sikur dhe nga 2 pound, nga 3 pound. Më mirë aq se sa ti hedh fare. Tani po nxitoj se marrë po vë fëmijët në gjumë. Po vë fëmijët në makinë. Do vi të më marri këtu te posta se nuk lejohet parkoj atje. Edhe do ikim te Tesco. Do ikim te Tesco dhe mos marr asnjë qese, mendo. I kam veshur xhup madhun. Ha më mami. Kam veshur xhup madh as krap si duket shkret. 2 me 3 është ky po. A një gjys me 2 rish. Ku di që s'po pëlqen ri vogël, kurse ky ambulon çik prapanicën. Ha më mami. Rrota e fatit për Evanin. Sorry. Jatin që do vëm në furr. E presim një kryq këtu dhe vendosim për 20 minuta. Bëm edhe kryqin, e vëm në furr edhe e lëm për 20 minuta. Pastaj do t'i hedhim atë honey glaze që ka vet edhe do ngjojmë bukën ta hajmë. U bë dhe djathi. Po flas në video. Thot Mario, u bë dhe djathi dhe shikon din cik si është kështu. Dubi. Kam hedhur ato honey glaze brenda, e përzjeva, e hapa çik to cepat anash që të përzjeshë më mirë. Tani do ta lëm në furrë të ngrohtë, se ne nuk jemi akoma gati për të ngrënë. Edhe Mario tani po lan djalin, un po thaj flokët e gocës, edhe pastaj do ulemi. Ham kështu budalliqesh, domethënë këtë me bukë, edhe shohim këngën magjike. Mirëmëngjesi. Really? Who are you? Home alone? Mario po na trajton keq, ndërkohë që është e diel, është ora 1:10 pothuajse. Kemi vendosur aty kur neve ishim në Prag dhe po shohim veten tonë, kemi shumë nostalgji. Mbaroj teatrin. Një pufje për ju. Është shumë lezetshëm faktikisht. Edhe po mendoj që vërtet un kam vënë 2 video në Prag sepse kishim ndonjë 5 ditë 5 net 6 ditë. Domethënë ishim goxha shumë. Edhe nëse nuk e keni parë, shikojini, neve atëherë ishim për herë dytë në Prag, neve Praga gjithmonë na ka pëlqyer shumë. Edhe ndoshta do ikim sërish. Tani ja u s'bën fjalë pas 5-6 vitesh se tani s'kemi pse. Po që është perfect. Praga është perfect. Dhe nëse doni të shikoni vendet që kemi ikur në Prag, sepse kemi ikur në shumë vende, shikoni videon time. Jasma rregullova flokët sot. It's a bus, I don't know what bus is. Oh, it's happy birthday bus. Sa i bukur. Parkuam makinën edhe tani do shkojmë tek pjesa e pazarit Krishtlindjeve, Christmas market edhe këto gjëra tjera. Është nice, është bukur. Unë ta jam me karrocën e re që bleva tek Charity Shop për 20 pound. Është goxha e mirë, Evani shtrihet atje, edhe është e vogël, praktike për bagazhin e makinës. Hi, më lupi. Sepse atë që kisha për aeroport, mami? Se atë që kisha karrocën e vogël fare që kisha për aeroport, është shumë kështu verore, ose më saktë, ajo është për fëmijë të rritur. Edhe është për aeroporte, për qytete kështu, për shpejt. Ajo bë 2 vite e ca që unë e kam blerë, është goxha e mirë, e kam përdorur edhe me Biancën. Edhe do ta mbajmë tani për kur të ecim ndonjëherë me aeroport. Kështu që do shkojmë sepse vihet lart tek kabina. Edhe është okay. Tash erdhi dhe Mario. Ta kuptoni tani sa të varfër isha ta mretnit. Tu është një copës e vogël e kalas. Edhe fillon deri andaj, okay, se ka çik diell tani. Po kjo është shtëpia atyre që bënin pushime. Po, ec drejt. Edhe kështu filmon të gjëra gjasma për të kapur pamje të bukura
nga vitrinat. Edhe të thot ai tjetri, po ti çfarë do këtu? You never know, unë s'kam marrë syze. Sot pas ka një diell shumë të bukur, shumë i ëmbël. Këtu kemi Marion që ka veshur pallton që ja ka ble Nuria. Për të gjithë ata që se di, Nuria jam unë. Gruaja, Nuria. Hajde. Hajde, babi. Prit, se frynë shumë erë, thua t'ja vë djalit të? A do t'jave me të gjithë? Ja po gjithë. Do më thësh pasaj pse s'më zjerë. Mami, look at that big wreath. Yeah. Mami? Bianca? Hajde, mami. Look at the penguin. Hello, penguin. Maria do rishti këtu pa ngrënë i sosit, gjë për në gjë. Është për këshu, mo. Për ajs pra pëndershi. Do rish pa ngrënë e këshu. German Wurstdrüm. Oh, babi, look the numbers. Wow, po këto tani më shumë besoj se do jenë darkët këto. Natën. Po, mund të rrimi shikojmë. Jo, kemi të rrim për tjetër. Bianca? Look at that. Sa lekësh më Mario? E varja, bëja, hajde. Bianca, hopefully daddy will do good. Hajde këtu. Now. No, Bianca! Ah! Well done. Mommy, come on, mommy, so you can win a. Oh. Tash do ngjisim shkallët me Evanin në karrocë. Jupi! Erdhëm të kështjella, mbasi ngjitëm shkallët. Po shpinë tonë, kur e kam bërë? Ka shumë ato vite ka dhe shtëpia jonë. Këtu jemi te stacioni i trenit, po shikoni pak sa beautiful it is. Plot me njerëz, është shumë bukur. Delicious pu. Sa kohë kemi pa ngrënë kështu Mario? Sa kohë kemi pa ngrënë pu? Tani çaj bie tjetë kjo? Kemi atë Le Creuset. Kush nuk e ka qef këtë? Crazy expensive. Ka bërë Le Creuset aty vend për të pirë qenë ujë, o zot. Le Creuset është crazy expensive. Edhe pothuajse të njëjtën range bën ndonjëherë ato veshjet e gjërat iron që i bën edhe Lidli. Ali nuk e di, po Lidli i bën edhe i bën me çmim shumë të mirë. Sa të bukur duken këto natën, besoj, ë? Mama, ky është Steam apo jo? Po është replika, nuk është ajo, ha? Tani që ta them. Po mund t'jetë dhe ajo, mo, se përdorin më, çfarë? Oh, let me see you, my little princess, a mamit vogël ti. Na e mori atë Mario Evanin, kështu që jemi rahat në dyja. Ku është Mario? Është atje. Mami, come on, let's go and have a picture with Evan there. Mario si qesh! Paddington atje. Oh, so lovely. Ma ku ikën këta? Semafori. Trambër Mario si është kjo? Crooked. Market Cross House.
mulled wine. Ua, nuk është çudi. Tani është beautiful, është shumë bukur. Ka shumë vende që janë kështu të bukura. Po unë kështu them për të gjitha, është shumë bukur, më pëlqen, nuk e di. Ja verushja ime këtu, që sa po erdhëm, këtu është një pjesë e kalas, është hyrja atje. Tani shikoni pak, çka ka bërë njeriu. Kemi ardhur në një vend këtu në Windsor, all you can eat. Hëngrëm, ishte okay, ishte goxha mirë. Kishte 4.3 review. Morëm noodles për Biancën, sa patate, po Evani po vdes për spring rolls. Ai me dorë me mam. Shive tani, te teatroa. Sa lezetshëm që nga tina. Tani, shikoni tani vetëm pjesa tjetër e kalas. Okej, se ne nuk hym të kalaja, po. Windsor që nga. Dolëm rreth të rrotull me kalamat vogël, ma të futeshim. Po, fix. Mua më pëlqeu shumë pranverita. Edhe mua pëlqeu shumë, shumë faleminderit Mario. Ua, moll. Po talëshe. Po pse po tallesh am dallat? Çe mundi zot? Trobello jedi. Fix Robello, wa sa moll. Sa moll. Sa gjuna se në të kalë. Ua, si zvërviti me dilar. Ua, thana janë do për të rëndafili e grafër. Rëndafili e gërë nështë, nuk e di. Edhe erdhëm, tash jam në banjo, po vë një lavatrice. Edhe kemi vënë një 3 lavatrice gjithsej. Dje dhe sot, 3-4 një gjithë tillë. Pak si shumë e ngarkuar të puna. Nuk kam mundësi që unë të merrem me këto gjëra. Kështu që po i lëm nga fundjava. I mbush çantën robët me djalin ja 5-6 ndresa, që t'i ketë për javën te kopshti. Dhe pastaj vë dhe 5 të tjera që t'i ketë për ditë në kopësht, 5 veshje të ndryshme që do të çoj, edhe maj që mbyll. Tani, normalisht djali i ka bërë rrobat se ku së shullur, ku së shprekur etj. Kështu që unë i hedh çik feri, sidomos rrobave të djalit që janë bërë me njolla. Përgjithsisht ja u heq njollat, po jo gjithmonë funksionon. Nëse, atje në Windsor ja kaluam shumë bukur, u kënaqem shumë. Për të hëngrë ikëm në një all you can eat, ishte rrugës, edhe pas që kishte noodles, edhe Bianca kohëve të fundit po më kërkon shumë shpesh noodles. Edhe unë nuk kam shumë dëshirë t'ja bëj. I bëj makarona po jo noodles gjatë gjithë kohës, sepse nuk më duken se janë shumë të shëndetshme noodlesat që bëhen të shpejt. Pavarësisht se ti bën në shtëpi me 100 gjëra të mira, por jo, nuk është, it's not the same. Nejse. Po thret Evanin, tash se po më thrisë Mario. Edhe ideja është që duke qenë se kishte noodles edhe e dija që djalë do i hante, Bianca do hante, unë dhe Mario nuk kishim se të bënim naze. Edhe i thash Mario, së futemi te kjo këtu, brown rice më duket një gjë e tillë. Jo, tha Mario, se kemi çik frikë të ham te këto all you can eat nga shumë njerëz që shkojnë dhe shumë të hapura nga mikrobet dhe kemi frikë me thënë drejtën të shkojmë. Mirë, po pam kishte 4.3 review, domethënë ishte goxha mirë. Ikëm, hëngrëm mjaftueshëm, jo aq sa të plasnim. Unë lash fare pak në pjatë sepse mora orizin në fund fare vetëm për Evanin, i cili nuk i hëngri sepse u fut tek spring rollsi, i pëlqeu shumë. Edhe ishte okay për Evanin, edhe për neve, edhe nuk ishte dhe aq shtrenjtë, na bëri diku te 30 ca pound të treve, se Evani nuk e futi njeri brenda. Edhe yes. Tani, unë po bëj lavatricën. Pastaj, neve nuk do ham, se nuk besoj se kemi nerva të ham. Çuditërisht,
kam një 2 ditë që kam neps për Coca-Cola. Edhe bleva dje. Kështu që do pinë një gotë Coca-Cola pastaj. Coca-Cola. Pastroj tualetin. Edhe do vesh pijamet, shesa me korrent. Do vesh pijamet e Krishtlindjes. Sepse Varja. Sepse i kam larë sot, i kam tharë. I ka tharë si janë. Unë besoj, po e diskutonim një ditë me mami dhe me motrën. Edhe tha, mami, s'ka si lava pjacja, bla bla bla, bla bla bla. Unë thash, qofse për mua s'ka një gjë që është fantastike, është tharësja e rrobave. O zoti madhi, se sa punë të zgjidh tharësja e rrobave. Unë kur nuk kisha tharësja rrobash, kisha gjithmonë rroba të hapura në për kalorifer që thaheshi. Gjithmonë. Kështu. Tani, përveç kësaj, më mbaroj detergjenti këtu, si përveç kësaj, do bëj dhe në një supë që ta kem për nesër, se kam shumë punë për të bërë. Kam një fluks shumë të madh pune këto kohë, të merrsisht shumë, edhe përveç kësaj, edhe duhet futem dhe të punoj një çik sot. Kështu që mirë që do bëj supën që të mos e bëj dot, se nuk e bëj dot nesër, po edhe do futem çik në punë që të punoj. Tani nuk e di sa do flej Eva një shpejt që unë mund punoj, ose për ndryshe do vazhdoj punën pa fjetur mira i, se s'kam çfarë bëj fundit. Vëm lavatriçën edhe vazhdojmë heqim të tualetin, të janë rrobat e tharësës që do t'i marrë do t'i kaloj lart. O zot. Kam 2 lavatriçe për të vënë vend. Ja tani ora këtu është diku te ora 9. Presuppozohet që i voskli babi do flinte gjumë. Unë po shkoj këto filmat e bukura. Pem aty. Edhe verushja ime, si gjithmonë, në krye detyrës. Duke punue. Edhe unë me për qef. Është ftohtë? Jo, është ftohtë djali. E rrim tani për qef. Këto.